ke dosht me u hedh vetë prej lartë. Të ka shty dikush, prapë më shpërgjigj me jo. Kur kem rritë vendin e ngjarjes, ju si doktoresh, ju ndërmeni hapat krejtë. Po jemi si ekip. Ekipet përcjellse çka ke pasur atë? Dem sa po doktor në një. Ty infermiera janë kanë dhe shoferi. Shkuve në vendin e ngjarjes, me ta cilat veprime ke ndërmarrë ti, çka ke pasur në vendin? Në vend ngjarjes, na e di që kur kemi shkuj janë kanë 2 vetura, edhe mbrapa njënës vetur te parkingu ka qenë vendosur e shtrime pacientja për neve. Sa e kujtojon e di që në vend ngjarjes u kanë krejt gjama, toka. Po, pastaj që ndrodhe, afrove ti ndjera? Po, jam afru, kom bisedu. Nuk më kujtohet çka i kom thënë, po zakonisht është pjesa. Nuk më kujtohet se çka kam biseduar, a je mirë ose diçka. Po, pastaj çka ndodhi? Është veç me ditë një përgjigje sa ka vedia. Edhe pse ajo ka qenë e lëvizshme dhe ka pasur edhe syte hapur. Mas ne kemi marrë barelën për me vendos. Unë edhe 2 infermierat. Gjatë rrugës kom bisedu me pacientin. Fillimisht e kom pyet për emër mbi emër në gjuhën angleze. Domethënë më është përgjigj, mbi emrin nuk më kujtohet, veç e di për emër e di që veç se unë e kom majt mend në atë pjesën dhe që Maria Clara. E kom pyet sa vjet i ka. Mas këtyre 2 pyetjeve e kom pyet a ke dosht me u hedh vetë prej lartë. Më është përgjigj veç me jo. E kom pyet mas ne a të ka shty dikush. Prapë më është përgjigj me jo. Prapë më është përgjigj. E kom pyet ku po të dham. Këtë pyetje e kom bërë veç për me ditë sa është në gjendje me lokalizu ajo vetë dhimbjen. Më është përgjigj që ka dhimbje të shpinës, ka dhimbje të këmbëve, mas ne ka thënë që kam dhimbje të trupit, kam nevojë me pi ujë. Veprimet tona përpos imobilizimit që është dosht me i bë pacientit dhe i kemi bë, domethënë ka qenë e shtrime me barel, ka pas qafore. E kemi monitoru vazhdimisht në frymëmarrje, sa ka frymëmarrje, sa ka puls, oksigjenin. Po, gjatë kësaj kohe nuk e kemi lënë me lëviz, sidomos pjesën e këmbëve. Domethënë më kon sa më stabil. Për sa i përket infermierëve, kam pas me gjetë vjet venoze për me administru infuzion. Nuk e di pjesën e tyne, pjesën tëmë. Kanila që vendosëm për infuzion. A keni vendosur, keni dhënë diçka, s'keni pritë? Për atë pjesë nuk më kujtohet. A keni dhënë diçka në autonomie? Nuk më kujtohet, normalisht e japom, po nuk më kujtohet. Ju si doktoresh s'kujtohet a ke dhënë diçka? Normalisht, beso se nuk më kujtohet, është qetë vija venose dhe është vendos diçka. Nuk më kujtohet ajo pjesë, unë mas ne kom bisedu me pacienten gjatë kohës për me majtë zgjutë deri në qendrën emergjente. Nuk të kujtohet se a ke dhënë diçka? Po, si protokoll, kur gjendet vija venose, vendoset infuzion që është me analgetik, kundërdhimbjes. Nuk kujtohet se do të kujtohet a ke dhënë diçka. Normalisht infermierët a veprojnë pa i thonë ju diçka. Po ato normal gjendet gjithmonë vija venose. Na shkojmë bashkë punim. Ju i jepni apo? Po. Ju i thoni vendosni këto. Po para ata punojnë sipas urdhëve të ju, si doktoresh. Po jo gjithmonë, po. Ajo i kom udhëzu edhe këto e kemi si protokoll. Po mirë, më është na tregu çka ke dhënë. Normalisht jepim infuzion 100 ml me tramadol dhe metoklop. Në rregull është. Analgetik. Në rastin konkret. Urdhri ka qenë i tillë. Tash, nëse gjendet vija venosa, vendoset një kanilë dhe mundet me u vendos infuzioni, atëherë jepet. Në këtë pjesë nuk më kujtohet për pjesë. Se që në rastin konkret më interesant çka ke vepruar ti si doktoresh, sepse ju thirrni për melondini e kësaj. Ato veprojnë sipas urdhrave tona. Në rastin konkret, a ke urdhëruar infermierët me dhënë diçka? A dhe na ke dhënë diçka? Po, i kom urdhëruar. Në dhënë pacientës kësaj fëmijës. Po se s'po moj me sqaru për shkak kësaj pjesa. Në momentin që gjendet vija venose, jepet kjo terapi.
Mu nuk më Tramadol. kujtohet se kjo nuk është pjesa jamja. Unë i jepi urdhrat, tash, derin a mundet me u gjetë një vi venosa, do me thënë me u vendos një kanil. Nëse vendosat, atëherë jepet terapia. Urdhrat gjithmonë janë. Unë nuk e di mas një pjesën, se kjo i takon pjesës infermiereve sa mujnë me vepru me pacientin. Janë kanë 2 infermiere bashkë me mu. Do me thonë, ato kanë vepru. Urdhrat kanë qenë, nuk më kujtohet mas një qka a është vendos, asë është vendos. Unë e kom pas pjesën me pacientën me bisedu.